Megjithatë ka një lloj, ne flasim sot gjenerata Z apo jo, edhe është pikërisht gjenerata Z e cila ka ndezur protesta anë mban botës, përfshi edhe në Shqipëri në ballë të tyre. Është një gjeneratë që nuk kërkon konformizmin kollaj, natyrisht ka ndodhur dhe në të kaluara me gjeneratat e reja, por me sfidat e epokës ku jetojmë, me inteligjencën artificiale, me telefonin në dorë, ndryshe me telefonin në dorë, por nga ana tjetër dhe ndonjë mungesë interesimi, të themi për të kultivuar karriera tradicionale apo për të marrë informacionin, ju thatë që ka media të reja, ka shumë informacion, po problemi është sa përthithet ky informacion apo sa ndiqet ky informacion. Sepse konsumuesi ndaj informacionit, sidomos në mediat tradicionale, ngjelet prapë brezi tret, dhe kjo është dhe në Amerikë, dhe në Shqipëri, dhe në gjatë. Pra, për ta parë gotën, jo vetëm gjysmë plot, por për ta parë, sa shpresë keni ju të breziria që më tepër duke marrë parasysh demografin, ikjet e të rinjve nga Shqipëria, 1/3 që janë as në punë as në shkollë, do të thënë edhe kjo, e tjera e tjera. Them të drejtën, kemi pasur edhe demotivimin ton, paktën në këto vite nga të rinj, të cilët jo vetëm për fajt të tyre, po dhe për fajt të familjeve të tyre, ne i bëjmë shpeshherë përgjegjës, kur kemi dashur të nxjerrim ndonjë nga këta të rinjt që të marrë rol leadershipi, ka qenë familja ajo e cila e ka penguar. Ka thënë ç'të duhet ty, rriti, ta bëj ai tjetri, ta bëj ai që të thot ty. Dhe kjo ka qenë një ndër pengesat kryesore, dhe që rastin të bëj thirrje të gjithë familjeve, dhe unë po shikoj që tani familjet po i dërgojnë vetë në protestë të rinj, se po shikojnë që këtyre duhet dhënë mundësia që këta të marrin përsipër, pra të marrin rol. Dhe duke qenë se gjithmonë kanë qenë si diçka që janë trajtuar si një njeri i cili ose që në gjenezë ju është dhënë një diplomë që të emigrojnë. Pra ju është dhënë një shkollë që të emigrojnë, nuk ju është dhënë një vizion për vendin e tyre. Atëherë normalisht ata janë të dëmtuar kryesisht nga familja e tyre. Më pas thënë pasaj politika, zhvillimi, ka një fakt tjetër, po shikojmë pak botën, domethënë kemi një lloj gerontokracie, pra të vjetrit janë pushtet, vërtetës. Mosha mesatare atyre që drejtojnë është rritur me kalimin e kohës. Shihni Amerikën. Në një anë ishte Joe Biden, nga ana tjetër është Donald Trump, Nancy Pelosi ishte 82 vjeçe kryetare deri para pak vitesh e Senatit, Chuck Schumer, shumë e tjerë. E njëjta gjë ka ndodhur në vende të tjera, por mos i marr me radhë për shkak të kohës. Pra nuk është se kemi një përfaqësim të një brezi të ri, të themi, në politikë, plas për në anë e moshës. Dhe natyrisht brezi më i vjetër ka dhe eksperiencën pastaj jetësore, punës personale. Edhe unë nuk jam dakord që 20 vjeçarët dhe 30 vjeçarët të jenë president dhe kryeministra, sepse ai tha punës kryeministës. Unë mendoj që edhe ata duhet të kalojnë nëpërmjet një eksperiencë të gjatë dhe pastaj të arrijnë një pjekuri për të qenë në politikë. Unë jam kundër atyre të cilët e mbyllin jetën e tyre 20 vjeç në parti, dhe i kemi parë se çfarë produkti janë këta kur shkojnë 40 dhe 50 vjeç, janë një produkt me një buton. Që do thotë nuk e njohin aspektin tjetër të jetës, nuk e njohin politikën e tjerë. Por nga ana tjetër mua më jep shpresë ajo që fituesi i zgjedhjeve në Hungari, Peter Magyar tha që unë dola në një media tha dhe mora 3 milion view, dhe pastaj dola prapë dhe mora akoma më shumë